çka kisha dash me theksu është atë fjalën i deputa. A e ke ditë kuptimin e kësaj fjalës Shëndrit? Normalisht se kom ditë kuptimin. A nuk e ke ditë? Jo, Edhe po unë- ti e din sa virale është këtu në Kosovë. Po. Edhe përshëndes Butrintin shumë. Te viden. Te viden, po. Edhe me ty e kom bo këtë humor. Po, pas nëse kom ditë sinqerisht çfarë do me thonë. Po. Kom menu që është thjesht një shprehje edhe... Është hapësirë e humorit, që unë e bana edhe brenda shtëpisë, kur dola jashtë e pash që ish pas bo... Nomi. Okej, kur e kuptove kuptimin e fjalës, a u ndjeve pak keq që e përdore? Jo, nuk u ndjeva keq. Ama thjesht vazhdojshe me qëndru te Jo, nuk u humori që ndjeva ke keq, sepse qëllimi nuk ka qenë përdorimi i fjalës së mirëfillt në Me ofendu kuptimin e tamam njëjtë, dikën, jo. po. Kuptimi i fjalës as pak nuk ka qenë S'ka synimi jemi, po. sepse s'është në konditat e fjalorit tim. Thjesht humor, as pak, as gjë tjetër, edhe as nuk i rash pishman, as nuk e mendova dy herë, por për ata të cilët ndoshta u çudita kur dola, që ish bë shumë e madhe, është Po, unë kam tentu edhe në disa intervista i krejti. me zgjaru që sinqerisht jam e sigur që se ka ditë kuptimin. Unë veç i falenderoj njerëz që kanë zgjedh me mirë kuptu një pjesë të tyre. Ajo pjesa që ka dash me nxjerr jashtë kontekstit, e kanë nxjerr, s'kemi çka më bë, s'u bë kur gjë.